Një fjali e vetme, e thënë në një moment tensioni, pothuajse shkatroi një ekip të tërë në një kazino në Tiranë. Por kjo nuk është thjesht një histori për një gabim, jo. Është një studim rasti që na tregon dy botë krejtësisht të kundërta menaxhimi, reagimi impulsiv përballë analizës së ftohtë. Le të shohim se si një krizë e njëjtë mund të lindë dhe të shuhet, vetëm nga mënyra se si zgjedhim të mendojmë. Ja, këto ishin fjalët që ndezën zjarrin. Një opinion i thjesht, ndoshta pa ndonjë qëllim të keq, nga një menaxher salle. Por pasojat e këtij opinioni do të vinin në provë dy stile krejtësisht të ndryshme leadershipi, duke treguar se si një fjali e vetme mund të ndajë një ekip më dysh. Imagjinoni pak skenën, zhurma, dritat, tensioni një kazinoje nate në Tiranë. Presioni është gjithmonë i lartë, por diçka ka filluar të kërcas. Vonesat po shtohen, klientët ankohen për buzëqeshje të detyruara. Ajri me stafit është i rënduar. Këto nuk janë problemet vogla, as pak. Janë simptomat e një krize që po zien nën sipërfaqe. Dhe këtu hyn në lojë dy protagonistët tanë. Nga njëra anë kemi Ardianin, i ri, energjik, i bindur se një lider i mirë e ndjen zgjidhjen, vepron me instinkt. Nga ana tjetër, Erisa, menaxherja me përvojë, e cila i trajton problemet jo si zjarre për të ushuar, por si enigma për të zgjidhur. Përballë të njëjtit problem, ata do të ndiqnin rrugë diametralisht të kundërta. Pra, për të kuptuar tamam se ku gaboi njëri dhe ku shkëlqeu tjetra, do ta zbërthejmë këtë histori hap pas hapi. Do të shohim si mblidhet informacioni, si analizohen sinjalet, si bëhet një gjykim i matur, si merret një vendim strategjik dhe në fund, cili është mësimi kryesor që mund të nxjerrim. Le t'ja fillojmë. Çdo gjë fillon me informacionin. Pra, ai momenti i parë kur dëgjon se ka një problem, a e merr një thashëthem si fakt apo si një pistë për të hetuar më thellë? Pikërisht këtu, në këtë piknisje, rrugët e Ardianit dhe Erisës ndahen plotësisht. Ardiani dëgjoi fjalën dembel dhe kaq, mjaftoi. Pa pyetur, pa verifikuar, pa menduar dy herë, ai hami WhatsAppin dhe dërgoi këtë mesazh ultimativ për të gjithë ekipin. Ishte një demonstrim force, i bazuar jo në fakte, por në një opinion të vetëm. Praktikisht, hodhi një shkrepse në një fuqi baruti. Dhe përgjigja? E menjëhershme. Dy punonjës kërkuan transferimin në çast. Veprimi i Ardianit jo vetëm që nuk e rregulloi moralen, por sapo e theu atë, edhe më keq. Tani, le të ndalemi pak tek Erisa. Ajo dëgjoi të njëjtin koment, por truri i saj e përpunoi krejt ndryshe. Për të, fraza "stafi është dembel" nuk ishte një diagnozë, por një simptom, një sinjal, një alarm i kuq që tregonte se diçka më e thellë nuk shkonte. Pyetja e saj e parë nuk ishte kush e ka fajin, por pse po ndodh kjo? Dhe kështu, ajo nisi një hetim të Mirfield. Së pari, foli me stafin, por një nga një, privatisht, për të fituar besimin e tyre. Më pas, kaloi te të dhënat e ftohta, oraret e punës, ndryshimet e fundit. Së treti, kërkoi një opinion nga jashtë, nga një menaxher tjetër, për të shmangur çdo paragjykim. Ajo nuk po kërkonte një përgjigje të shpejtë, po ndërtonte një panoramë të plotë. Mirë, të kesh informacion është një gjë, por të dish se çfarë të bësh me të është diçka krejt tjetër. Tani hym në fazën e analizës, ku shohim se si dy mendje të ndryshme japin kuptim të njëjtit problem. Ardiani u ndalte përgjigja e parë që gjeti, dembelizëm. E mbylli me kaq. Erisa nga ana tjetër bëri pyetjen që ndryshon gjithçka. Pse? Pse po vinë me vonesë? Pse janë të pamotivuar? Kjo është diferenca mes të parit të problemit në sipërfaqe dhe gërmimit për të gjetur rrënjët e tij të vërteta. Dhe ja çfarë zbuloi ajo kur filloi të lidhte pikat. Një kuzhinë që mbyllej herët, duke e lënë stafin e natës pa ushqim, një mbikëqyrë specifik që po sillej në mënyrë arrogante, por tavolinat e të cilit kishin produktivitet më të ulët, dhe dy punonjës të rinë në ekipin e tij pa trajnimin e duhur. Pa pritur, historia ndryshon plotësisht. Nuk kemi më staf dembel, por një sistem të tërë faktorësh që po krijonin problemin. Ajo po shihte tablon e plot. Tani që faktet janë në tryez, vjen momenti më delikat, gjykimi. Këtu merren vendimet, dhe këtu është pika ku emocioni mund të errësoj arsyen, ose kur qartësia mund të tregoj rrugën e duhur. Për Ardianin, gjithçka ishte e qartë. Ai gjeti kokën e turkut, mbikëqyrësin. Gjykimi i tij ishte i shpejtë, i prerë dhe totalisht emocional. Largojeni atë dhe problemi do të zhduhet.
Një zgjidhje thjesht për një problem që ai, në fakt, nuk e kuptoi kur plotësisht. Erisa bëri krejt të kundërtën. Ajo e uli temperaturën emocionale. Në vend që të thërriste mbikëqyrësin për t'i kërkuar llogari, e ftoi për të kuptuar situatën. Ajo e dinte një rregull të artë të analizës: mos gjyko përpara se të kesh dëgjuar të gjitha anët e historisë. Dhe ja ku dele vërteta, pjesa e puzzle-it që Ardiani as nuk e mendoi ta kërkonte. Sjellja e tensionuar e mbikëqyrësit nuk vinte nga arroganca, por nga stresi jashtëzakonshëm. Ai po përpiqej të menaxhonte një ekip me 2 anëtar të rinj pa asnjë trajnim. Problemi nuk ishte ai, problemi ishte sistemi që e kishte lënë atë plotësisht pa mbështetje. Dhe kështu arrim te vendimi final. Dallimi tani është kristal i qartë. A do të trajtosh simptomën, mbikëqyrësin problematik, apo do të shërosh sëmundjen, pra problemet sistemike që e shkaktuan atë? Zgjidhja e Erisës nuk ishte një goditje e vetme, por një strategji e menduar mirë me 3 hapa. Së pari, një veprim i thjeshtë por i fuqishëm: rihapi kuzhinën, duke adresuar një nevojë themelore. Së dyti, investoi te njerëzit, një trajnim për të gjithë menaxherët për komunikim. Dhe së treti, e bëri zgjidhjen të matshme, një sondazh anonim për të parë rezultatin. Ajo po rregullonte sistemin, jo po ndëshkonte individët. Dhe rezultatet? 1 muaj më vonë, të dhënat ishin të pamohueshme. Vonesat rranë me 70%. Askush tjetër nuk u largua. Qasja e qetë dhe analitike jo vetëm që e zgjidhi krizën, por filloi ta shëronte ekipin. Imagjinoni pak rezultatin e kundërt, nëse do të ishte ndjekur rruga e shkarkimit të menjëhershëm. Pra, çfarë mësojmë nga e gjithë kjo? Mësimi kryesor shkon përtej menaxhimit të një kazinoje. Ka të bëjë me një pyetje thelbësore. Kur përballesh me një krizë, a je një reagues që vepron sipas instinktit të momentit, apo një pilot që u beson instrumenteve përpara vetes? Kjo tabel e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Shikoni kontrastin në çdo hap. Ku njëri merr një burim të vetën dhe reagon, tjetra kërkon shumë burime. Ku njëri supozon, tjetra analizon. Ku njëri gjykon me emocion, tjetra teston hipoteza. Është dallimi mes të vepruarit verbërisht dhe të vepruarit me qartësi të plot. Dhe kjo na sjell te koncepti i menaxhimit racional. Mendojeni kështu: një pilot nuk e fluturon avionin bazuar vetëm në ndjesinë se gjithçka duket në rregull. Jo, ai u beson instrumenteve, të dhënave. E njëjta gjë vlen edhe për menaxhimin. Të veprosh si Erisa do të thotë të lexosh instrumentet, pra të dhënat, faktet, përpara se të mbështetesh te ndjenjat e tua. Në fund gjithçka përmblidhet në këtë pyetje, që secili mund t'ja bëj vetes. Kur përballemi me një problem, a ndalemi për të lexuar realitetin ashtu siç është, apo thjesht lexojmë reagimet tona emocionale ndaj tij? Sepse dallimi mes këtyre 2 qasjeve mund të jetë dallimi mes dështimit dhe suksesit.